Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja, pasi zhvilloi omazhet në nder të gjyqtarit Astrid Kalaja, ka mbajtur dhe fjalën e tij për mediat. Manja tha se drejtësia ka humbur një njerëz me integritet. Mëtej, ai deklaroi se ngjarja është një këmban alarmi për sigurinë e punonjësve të drejtësisë dhe është shpreh se kjo ditë le të jetë një omazh për punonjësit e drejtësisë që janë përballur me sakrifica. Drejtësia ka humbur një gjyqtar me integritet, një njerëz model, një qytetar, një familjar i devotshëm, ndërsa ne kemi humbur një shok të mirë. Ngjarja është tronditse. Unë kam deklaruar që është një akt barbar, një kamban alarmi për sigurimin e punonjësve të drejtësisë. U pref në paqe edhe le shërbej kjo ditë kujtimi edhe si një omazh për të gjithë punonjësit e drejtësisë që në gjithë këto vite kanë përjetuar sakrifica në ushtrimin e profesionit tyre.